Mbrëmjen e së mërkurës u pikëlluam e u tronditëm të gjithë nga lajmi për vdekjen tragjike të 3 shtetasve të Republikës Kosovës në një kantier ndërtimi në Aslergrund të Vjenës në Austri. Në emër të Qeverisë së Republikës Kosovës, në këto momente të rënda, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjet Bajrami, Musliu dhe Zeka, si dhe të gjithë atyre që janë prekur nga kjo ngjarje e rëndë. Pajtimi Aslani dhe Istrefi do të kujtohen për herë si punëtor e bashkëdhetar. Vdekja e tyre tragjike, duke punuar jashtë vendit, duhet na shërbej si moment për kujtesje e reflektimi për sakrificën dhe mundin, shpesh herë jo të çmuar sa duhet, të mërgatës son. Vënjen në limite të qenjes së tyre, duke u angazhuar për familjet dhe vendin tonë. Qeveria e Republikës Kosovës është në komunikim të ngushtë me ambasadën tonë në Vjenë dhe nëpërmjet saj me autoritetet austriake, për të ofruar gjithë mbështetjen e nevojshme për familjet e të ndjerëve. E tash në nderim të shtetasve tanë të cilët humbën jetën tragjikisht, duke punuar për veten dhe për familjet e tyre, e duke i kontribuar edhe vendit tonë, ju ftoj të ngritemi në këngë për 1 minutë heshtje. U preshin në paqe.